Jap se fatura e energjisë elektrike po ju vjen e lartë. Nga 6 pajisje që ju vjen fatura më e lartë e energjisë, të gjithë kemi pasur frikë të paktën një herë në jetën tonë që të kontrollojmë faturën e energjisë. Shpesh vlerat mund të jenë shumë më të larta se sa i presim, prandaj duhet të gjejmë gjithmonë një mënyrë për të kursyer sa më shumë që të jetë e mundur. Mjafton të keni kujdes me disa pajisje pasi ato harxojnë shumë energji dhe ju sillin fatura të larta në fund të muajit. Shumë njerëz lënë karikuesin e lidhur me prizën çdo ditë, por nuk kanë në dieni se mund të rrisin kostat e tyre të energjisë. Konsumi mesatar i energjisë të një karikuesi është 0,26 watt, duke mos e përdorur arrin deri në 1 watt dhe deri në 5 nëse është i lidhur me pajisje të tjera. Duhet të hiqni nga priza mikrovalën, gjithashtu edhe laptopin pasi lënia në prizë e tyre për një kohë të gjatë dihet se po ju harxhon më shumë energji se sa mendoni.